Lidhja e sindikatave të Maqedonisë u bëri thirrje punëtorëve për protesta masive më 1 maj me qëllim që të luftojnë për pagë minimale prej 500 eurove dhe rritje të gjitha pagave në vend për 100 euro. Kreu i sindikatës Slobodan Trëndafilov thotë se ka përfunduar koha për skarë në atë ditë dhe se masiviteti është kyç për shkak se për momentin të gjithë janë kundër LSM-s dhe punëtorëve. Во моментот сите се протестујат на синдикатите на Македонија, вклучително и владата, работодавачите, меѓутоа и другите синдикати, само затоа што бараме зголемување на платите, затоа што бараме зголемување на минималната плата и затоа што бараме достоинствени плати и достоинствени услови за работа. Работниците треба да се охрабрат и да застанат заедно со нас. Никој не може да им се заканува на работниците и никој не може да им се заканува на синдикатите. Trëndafilov thotë se qeveria qëllimisht zvarit konfirmimin se cila sindikat ka të drejtë për përfaqësues, që do të thotë se mund të jetë pjesë e Këshillit Socioekonomik ku janë përfaqësuesit e qeverisë, punëdhënësve dhe sindikatat dhe ku vendoset për pagën minimale. I pari LSM-s nuk e di kur do të konfirmohet reprezentimi, por thotë se qeveria me sulme ndaj sindikatës po bën gjithçka që të mos arrihet marrëveshje për pagën minimale. Пораките кои ги испрати владата изминатите 2 месеци кон работодавачите се никако да не седнат да разговараат за зголемување на платите, колку можат посилно да не напаѓаат нас како ССM. Sipas Trëndafilov, qeveria mund të refuzojë kërkesën për rritjen e pagës minimale, por thotë se punëdhënësit nuk e kanë hedhur poshtë propozimin që të mos paguhet kontributet në afat prej 12 muajve të rritjes prej 100 euro, përkatësisht të dallimit nga paga e tanishme minimale, që është 400 euro deri te 500 eurot që i kërkojnë. Për qeverinë ky subvencionim nuk është i pranueshëm. Përndryshe, sindikata në ftesë personale të kryeministrit para 1 jave kishin takim në qeveri ku është biseduar për marrëveshjet kolektive dhe pagën minimale.